Në ligën e parë të futbollit për vajza në fundjavë janë zhvilluar 4 ndeshje të Xhiros së 7 të sezonit vjeshtor, ndërsa ndeshja e fundit të javës së 7 luhet nesër në Strug mes AS United dhe KFF Reqica. Kampioni në fuqi, ekipi i Lubotenit, edhe në javën e 7 ka regjistruar fitoren e sigurt 4-0 kundër ekipit Tiveria Brera. Autor të golave për ekipin e Lubotenit ishin Hava Mustafa 2 gola dhe Marian Ohadiwe e Melania Grozdanova nga 1 gol. Ndeshja Vardari 2023 Skopje 2014 ka përfunduar me fitoren e thellë të mysafirëve 0-7. Ekipi i Statov 2016 Skopje ka fituar 3-0 ekipin Top Gol, ndërsa Kamenica Sasa ka demoluar Koçanin duke e mundur me rezultatin 8-0. Tabelën kryeson Luboteni me 21 pikë para ekipit Skopje 2014 që ka 18 pikë dhe AS United me 13 pikë me 1 ndeshje më pak. Në xhiron e 8 që do të zhvillohet më datë 5 tetor takohen Luboteni, AS United, KFF Reqica, KFF Vardari dhe Skopje 2014, Istatov 2015 Skopje.